أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, jehudit I kanë pasur edhe dy anomali të cilët përmenden në Kur'an, që sot e kësaj dite I kanë prezent në sjelljen dhe karakterin e tyre. Dhe ne si musliman, Allahu Gjeleshanuhu ne I ka përshkruajtur qartë në Kur'an se kush janë ata. Dhe në surën Bekare, Allahu Gjeleshanuhu na bën me dije se jehudët e lanë thot librin e Zotit, të cilin Zoti ja u pat shpall, njëjtë si na e shpalli neve Kur'anin, njëjtë si na e ka dërgu neve Kur'anin, ashtu edhe jehudët e kishin librin e tyne, Teuratin, Zeburin, po edhe Injili, që të tre këto libra ishin të dërgume dhe të shpallura tek populli Ben Israil, edhe pse të trija I falsifikun, të trija I ndryshun, dhe as njonin prej këtyne librave nuk e lanë original ashtu si e ka zbrit Allahu. Po çka ju kuvendoj të këto libra, e shtojshin, ajo që si ju kuvendojke, e hekshin. Dhe Allahu Gjeleshanuhu na tregon në Kur'an dhe thot e lanë anësh librin e Allahut, e hodhën thot mbas shpinë e librin e Allahut, dhe ndoqën thot magjin të cilën ishte e përhapët në kohën e Sulejmanit. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulejman. Dhe ndoqën shejtant, I ndoqën djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit a.s. Dhe ata fillun të merren me magji. Hebrejt duke I pas librat e Allahit përpara, fillun të merren me magji. E lanë fjallën e Zotit që të bëjnë ibadet me të, fillun t'i kthehen sihirit, të jenë magjistar, të mundohen të punojnë në bazë të magjive. Dhe sot e kësaj dite, kemi asi manipulues edhe në mesin e muslimanve, që I thot vetit ndoshta musliman, ka të tillë, bile I thot vetit hoxh, a ka ana tjetër shkruan hemalia, e bën sihire. Sihri është një prej mëkateve të mëdha në shariatin islam. Ulemat kanë qenë një numër I madh I pajtimit se personi që merret me magji, me sihir, duhet I pritet koka dhe të dënohet me vdekje. Dhe sot e kësaj dite, në mesin e hebrejve, ende ekziston një sekt, një fraksion që merren me magji, që merren me sihir. Njëjtë kanë qenë edhe në kohën e Sulejmanit a.s. Edhe në kohën e atij pejgamberit, nuk kanë punu me fjalët e Zotit. I kanë lanë librat e Allahut dhe kanë nisë të merren me magjit të cilët I kanë bërë sihirbazët në kohën e Sulejmanit a.s. Sulejmani a.s. e kishte të dhënët nga ana Allahu Gjeleshanuhu të kese pushtet mbi gjitha tokat, mbret I gjithë botës. Dhe përpos kësaj, e kishtë në nësundim jo vetëm botën e njerëzve, po e kishtë në sundimin e vetë edhe botën e gjimve, të shejtanve.
Dhe krejt ato librat e magjis, krejt ato librat e sihireve të cilët i kishin magjistarët, Sulejmani a.s. i mlodh dhe i shtini në palatin e tij. Ndër palatën, ndër themelet e pallatit vet i gropoi dhe i shtini në një grop të thellë Sulejmani a.s. Dhe kalun shumë vite, derisa erdhën kryqtarët në Palestinë, se në Palestinë ishte pallati Sulejmanit a.s. që sot në atë vend jahudit dojnë të ndërtojnë pallatin e Dexhallit. Dhe në këtë periudhë, pra në luftrat e kryqëzatave, ushtarët e kryqëzatave kur erdhën prej Evropës në Palestinë, e grytën vendin që kishte qenë përreth pallateve të Sulejmanit a.s. Dhe i gjetën ato librat e sihirit, i gjetën ato librat e magjisë, të cilët Sulejmani a.s. në kohën e vet i kishte shti nën pallatin e vet. Dhe thuhet në tefsirin e Ibn Kathirit se shejtani ju tha ushtarëve të kryqëzatave: a dojni, tha, që tregoj për një pasuni e cila nuk do kese fund? Dhe ata mendun se di drejtoje për ka altani, për ka pasuni tjera. Dhe shejtani ju tregoj që shkojnë të gryjnë të vendin. Sulejmani a.s. që i kishte shti ato libra në pallatin e vet, në kohën e luftrave të kryqëzatës, i gjetën ushtarët e kryqëzatës nën udhëzimin e shejtanit, siç thot dietari i madh i komentimit Kuranit Hafidh Ibn Kathiri. Dhe i morën ato libra dhe fillun të punojnë në bazë të atin e librave. Dhe thuhet se sot e kësaj dite, pushtetin që e kanë fuqia e Amerikës dhe e Evropës, e kanë nën koordinimin e këtyne librave të sihirit që i kanë gjetë në kohën e kryqëzatave që Sulejmani a.s. i kishte shtinë në pallatin e vetë. Dhe sot e kësaj dite, në Evropë dhe Amerikë, udhëheqësia e tyne punon në bazë të këtyne librave. Ata punojnë në bazë të këtyne librave të magjisë që i kanë gjetë prej asaj kohe. Se thuhet se Babilonia, që ka qenë një prej pushteteve më të mëdha të asaj kohe, Babilonia e paska sundu politikën me magji, të cilën e kishte pasur në këto libra. Dhe Sulejmani a.s. u ka marrë, kur e ka pushtu Persin, e ka pushtu Babilonin, Sulejmani a.s. i ka marrë ato libra dhe i ka shti në tokë në pallatin e vetë. Dhe ma vonë, pra në vitin dikun pas 1200-ës, ushtarët e kryqëzatave i kanë gjetë këto libra dhe thuhet se e kanë ngrit pushtetin e tyne në bazë të këtyne librave. Dhe këto kur kthehen në Evropë, kisha e asaj kohe, kisha katolike, e shese me çfarë kanë fillu të merren me magji ushtarët e kryqëzatave, dhe atëherë i dënon me vdekje ushtarët e kryqëzatave pse kanë punu me magji. Pra edhe kisha në atë kohë i ka dënu. Dhe këta, duke e pa se kisha do t'i ekzekutoje, do t'i mbyte krejt, shkuan dhe u vendosën në Skotland. Skotlanda në atë kohë ka qenë i vetmi shtet në Evropë që nuk ka pas pushtet kisha. Krejt tjerë t'i ka pas kisha në kontrol, vetëm Skotlandën jo. Dhe atër të shkojnë Skotland dhe prej Skotlande shkojnë në Amerikë dhe e formojnë shtetin e tyne dhe organizatën e tyne më të madhe që është organizata e masonerisë. Dhe këta sot që e udhëheqin politikën botërore janë qata të cilët i kanë gjetë këto librat e magjisë që kanë ekzistuar prej kohën e Sulejmanit a.s. Dhe sot e kësaj dite jahudit merren me magji. Sot e kësaj dite fraksionet të cilët merren me magji dhe librin kryesor ata të magjisë e kanë Kaballën, nuk e kanë Torën të cilën ata e besojnë. Jahudit thonë se e besojnë Torën, që ata e konsiderojnë si libër i shenjtë pi Zotit, po nuk është e vërtet. Ata punojnë në bazë të një libri tjetër që është Kaballa. A Kaballa është libër i magjisë hebreje. Aty tregohet krejt çështja e shejtanëve dhe magjive dhe si të lidhet njeriu me shejtanët. Dhe me çket libër sot funksionon shteti i Amerikës dhe Izraelit.
Ata e kanë udhëheqjes të tyre në shejtanin. Nuk kanë njerëzit normal. Po shejtanin e kanë prej kujt i marrin ingerencat dhe prej kujt i marrin instruksionet se si duhet punohet. Do thot këta njerëz në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, hebrejt pra, u munduan t'i bëjnë sihir dhe Muhamedit alayhis salam. Ishte një jahudi në Medinë që e kishte emrin Lebid ibn Asam. Lebid ibn Asam kishte marrë edhe ish mundu t'i boje sihir pejgamberit alayhis salam. Kishte marrë kranin e pejgamberit alayhis salam që i ka kre flokët dhe kimët të cilët i kishte gjetë në krahën, i kishte marrë edhe i kishte bë magji pejgamberit alayhis salam. Prandaj duhet me qenë kujdesshëm te kimët, xhamat, se zakonisht edhe sot e kësaj dite magjistarët nëpërmes kimeve të flokëve arrin që t'ju bëjnë sherr njerëzve. Çfarë ndodhi? Pejgamberit alayhis salam i erdhën di melek, thuhet se ka qenë Gjibrili dhe Mikaili, dhe e pyesin njëri tjetrin. Thot, çka ka ki njeri për pejgamberin alayhis salam? Thot, tendencë për t'i bë magji, apo i kanë bë magji, në disa libra të hadithit thotë se i kanë bë magji. Thot, po kush ja ka bë? Thot, ja ka bë Lebid ibn Asam. Po thot, ku e ka shti sihirin? Thot, e ka bë me kime flokësh dhe e ka shti, thot, në bunar, te bunari filanit. Dhe e morën pejgamberi alayhis salam dhe e shtini dikandin që ta kërkoje dhe e gjet aty në bunar një pej të lidhët me flokët e pejgamberit alayhis salam, dhe thuhet se ka qenë e lidhët në 19 nyje të lidhura për t'i bo sihir pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo numri 19 të sihirbazët e satanistët është numër i shenjtë. Ata e besojnë këtë numër si numër i shejtanit dhe numër i shenjtë. Dhe prandaj shumë raste me 19-shin mundohen të bëjnë sherr dhe të bëjnë sihir. E Allahu xhaleshanu ja shpalli pejgamberit alayhis salam 19 ajete. 5 ajetet e surës Felek dhe 6 ajetet e surës Nas, dhe që nëpërmes këtyre 19 ajeteve të mbrohet njeriu prej 19 sherreve dhe 19 nyjeve të shejtanit, të cilët nëpërmes këtyre numrave satanike mundohen që u bëjnë dëm njerëzve. Dhe Allahu xhaleshanu e zbriti surën Kul a'udhu birabil Falaq dhe surën Kul a'udhu birabbin Nas, që të dyja i kanë 19 ajete, që Allahu xhaleshanu u përgjigjet 19 të satanistëve me 19 ajete që t'jen mbrojtje për muslimanin që mos munden ata t'i bëjnë dëm dhe t'i bëjnë keq. Dhe kjo pra ka qenë edhe në kohë pejgamberit alayhis salam që jehudët janë marrë me sihir, edhe sot e kësaj dite jehudët e kanë pjesë të kulturës vet dhe pjesë të traditës vet që të merren edhe me magji, sa Allahu xhaleshanu në Kur'an na tregon se jehudët merren me magji. Po ashtu prej cilësive, apo të themi më mirë, prej anomalive të hebrejve është edhe kamata. Sistemin kamator dhe sistemin e bankave të sodit, kush e ka ngrit? E kanë ngrit jahudit. Jahudit që në kohrat e lashta e kanë punu kamatën. Çdo herë jahudit kur kanë qenë pakic në ndonjë vend, nëpërmes kamatës kanë mund që t'i dobësojnë popujt ku kanë jetu. Dhe ata ju kanë dhënë se kanë pas aftësi tregtare, kanë qenë tregtar shumë të mirë dhe çdo herë jahudit kanë pas pare. Dhe duke pas pare ju kanë dhënë njerëzve borxhe, edhe shteteve ju kanë dhënë borxhe dhe fiseve, dhe në këtë mënyrë i kanë shtim borxh me kamat, dhe kështu i kanë dobësu shtetët. Një prej familjeve më të pasuta sot në botë, familja Rothschild, është familja më pasunike në botë, nuk ka pasunik familje më e madhe se kjo. Këta që 300 vjet e kontrollojnë ekonominë botërore, që 300 vjet e fundit, Evropë, Amerikë dhe në përgjithësi sistemin ndërkombëtar që ka të bëjë me parën, ekonominë, e kontrollon kjo familje. Dhe këta e kanë zanafillën prej në Gjermani. Rothschildi, Maja Rothschild, ka lind në Frankfurt të Gjermanisë në vitin 1743. Dhe kjo është i pari i cili në Evropë nisën të punojë sistemin e bankave. Dhe kjo është i pari që i ka bo bankët e para. Ki i ka pas 5 djemë.
Dhe si cilin prej djemve të vetë, kur rritën, i qëna për shtetet të ndryshme. Njanin e ka qënë Paris të Francës, njanin në Londër të Anglis, njanin në Vjenë të Austris, dhe tjetrin e ka pas në Napoli të Italis, ndërsa tjetrin të pesin e ka mbajtur aty në Frankfurt. Dhe kështu në gjithë qytetet e mdhaja të Evropës, këta e kanë bo sistemin bankar. Dhe do të kanë bo banka dhe i kanë shti shtetet e Evropës që të marin borgje me kamat të këto banka. Dhe këto kur kanë mund të shtin, tash i kanë bo rob të vetin. Ju kanë dhonë atë shumë borgje, sa tash i kanë bo rob të vetin. Amerika me triliona e ka borgjin të kjo familje. Shteti Amerikës kursën e ktheje borgjin të këta, që 100 vjet është e marë pare me kamat prej këtyne familjeve. Dhe sot normal se Amerika dëboje çka ti thosë kjo familje. Pse? Se me triljarda është e borgji atyne. Nuk kanë mundësi kur ta kthejnë atë borgj. Dhe në këtë mënyrë shtetet sot të gjitha në botë janë rob të kësaj familje. Pse? Se këta e kontrollojnë ekonominë botërore, e kontrollojnë fëmënën, e kontrollojnë mbi 90% e bankave botërore. Dhe këta i prodhojnë parët. Këto i japin borxh shteteve. Dhe normal si cili shtet bën çka që u thonë këto. Nëse këto u thojnë bëjnë diçka, to pa tjetër ta bëjnë. Këta e kanë shti në përmes kamatës dhe borgjeve, në hak të tyne u kanë tash edhe Vatikani. Edhe Vatikani si një qendër e madhe krishtere, është rob e kësaj familje. Sa që edhe në Vatikan i kanë lidhjet e tyne dhe përzihen. Shumica e prezidenteve të botës nuk mund të vinë në politikë pa i shti këto. Gjithë shka që kontrollohet në ekonominë botërore, luftrat, qendrat e mdhaja, shtetet e mdhaja, NATO-ja, OKB-ja, të gjitha janë në kontrollin e kësaj familje. Dhe tash është normale se gjithë shtetet dë punojnë për jahudit. është normale se kretë janë hakli dhe ketë janë borxhli të kjo familje. Këto që 300 vjetë në përmes kamatës kanë arrit të shtin shtetet dhe familje tjera në borxh, dhe sot bankët janë ba institucione më të forta se shteti. Sot banka është më e fortë se shteti. Pse? Se shteti merr borxh te banka. Banka vjen ta merr shtëpinë. Banka është institucion privat që nuk të pyetën a kia as kia. I vetmi vend ku nuk ekziston gjunahi është banka. Nuk i vjen gjuna pse të le pa buke, pse vdes për bukë. Ai se ka gajle. Kryesorja ti të nënshkrujsh, pastaj ai e di se çka të bën. Bile në Amerikë ka agent të cilët punojnë për bankën, sa që shkojnë edhe mundohen në çdo mënyrë njeriu kur fillon të mbrije ratët e fundit të borxhit, shkojnë t'i bëjnë diçka që ai mos mundet t'i paguje, që t'i shtihet hala ma shumë, që të mundën t'ja marrin shtëpijet dhe banesat. Kjo sot punohet në Amerikë. Pra sistemin kamator të kamatës mas shumë t'i sot në botë e punojnë jahudit, që të mundën t'i mbajnë nën kontrollin e vet njerëzit. Prandaj Allahu edhe magjin që e përmendë më lart e konsideroi prej harameve të mëdha, po edhe kamatën që është një prej parimeve kryesore të ekzistencës jahudive, është e ndaluar edhe prej mëkateve të mëdha. Pra Allahu kur gjë rastësisht nuk e ka ndaluar. Kështu që t'jemi të vetëdijshëm se Allahu xhaleshanu çdo sen që e ka bë haram, e ka bë me të vetmin qëllim që të na ruajë neve prej sherrit, dhe inshallah Allahu Teala gjithmonë të na mbrojë neve prej të keqës dhe zullumit të këtyre njerëzve të paftyrë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.